Me statusin e drejtueses politike të Qarkut Tiranë, kryetare e Kuvendit të listës Piro Pali, në mbledhjen e asamblesë së sqaruar të dikës së Partisë Socialiste në Kavaj, kërkoi votën për zgjedhjet politike në 11 maj. Ajo nënvizoi se socialistët prezantohen me një skuadër shumë dinjitoze në këtë përballje elektorale. Dhe mos të lëmë të humbë kjo mundësi për Shqipërinë, për ta integruar një herë mirë në Bashkimin Evropian dhe këtë mund ta bëjë është një parti serioze, është një parti e madhe, është një parti që ka program, është një parti që ka lider, është një parti që ka skuadër, është një parti që ka vizion për pushtetin lokal, vizion për pushtetin qendror. Piro Pali garantoi se Kavaja është në vëmendjen e qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Në sa herë kemi pasur pushtetin lokal, kemi bërë punë shumë të mira në bashkëpunim me qeverinë, do të them këtë parë si rezervë. Punët i ka bërë sepse ka mbështetur Edi Rama, sepse ka mbështetur Partia Socialiste. Se le ta provojë një kryetar bashkie të bëjë një punë, nëse nuk ka mbështetjen e qeverisë. Aq mbledhin bashkitë, se s'ka mundësi. Duhet të kesh vizionin, duhet të kesh projekte, duhet të kesh dije, duhet të kesh mbështetjen e Edi Ramës, mbështetjen e qeverisë, dhe po ju them që vëmendja që sot ka Kavaja dhe nga kryeministri në këtë fushat është shumë e madhe. Mos të lëmë të humbë kjo mundësi për Kavaja. Shqipëria ka ndryshuar përgjatë viteve të qeverisjes socialiste, duke u shndërruar në kryeqendrën rajonale të sigurisë dhe zhvillimit, theksoi Piro Pali.